do të rikrijohet mbas 91-shit. Në kushtet kur ministria nuk ekzistonte, do të mbyllet noteria private dhe zyra avokatit privat, do të thonë avokatit mbrojtës. Avokati mbrojtës ndoshta nuk ka të bëjë me këtë të pronave, por noterit kanë qenë baza, themeli, ku çdo qytetar shqiptar drejtohesh për të bërë një veprim për pronat e veta dhe për gjëra të tjera. U gjendëm përballë një fakti që edhe hipoteka, askush nuk shkonte më në hipotekë, po flas në përvojë personale me sytë tonë çfarë kemi parë. Arkivi qendror shtetëror, drejtoria e përgjithshme është institucioni i madh, po arkivi qendror shtetëror dhe arkivat vendor shtetëror në të gjitha qarqet ku ishin dhe në varësi të kësaj drejtorie, u vum në dispozicion si një pyk në problemin e pronave, sepse në fakt arkivi ka për tagër të lëshojë një dokument të vërtetuar me njësin, me originalin, vetëm ai institucion e ka për dokumentat e vjetra. Ashtu e thot ligji. Arkivisti nuk ndërhyn në dokument, nuk krijon dokument, nuk japin shpjegim për dokument. Unë thjesht ta jam në dispozicion, ju drejtoni gjykatës. Është ndërhyr? Jo, nuk është ndërhyr. E kam fjalën që ne i dham në fillim. I shërbyen pafund qytetarëve, fshat, qytet, ngado që ishin. Ju përmendi Shkodrën, sa kam qenë në institucion, Shkodra ka nga qytetet më pak që kishte kërkesa. Duket se tani renditet. Tash nuk e di çfarë mund të ketë, po veriu i Shqipërisë nuk para. Ndoshta nuk ka pas lëvizje popullsie shumë. E kam gjykuar unë. Jugu ka më shumë lëvizje, Shqipëria, qendra Tirana, Durrësi, Vlora janë qytete që janë populluar edhe me të ardhur nga shumë krahina të Shqipërisë. Problemi ishte që dhënia e dokumenteve dhe puna që ka bërë arkivi qendror dhe arkivat vendore ka qenë e jashtëzakonshme në shërbim të sa më shpejt ishte mundur që më shiti kur vinte, unë t'ja jepja dokumentin dhe ai të paraqitej pranë. Ajo që na bënte përshtypje, dhe mua më ka bërë shumë përshtypje, ka qenë që nga Agjencia e Kthimit Kompensimit Pronave, se i kanë ndryshuar emërtimet, po të njëjtën punë bënin. Na vinte për një familje, për një qytetar, shumë herë kërkesa. Përgjigjja jonë ishte po gjithnjë po e njëjta. Ne nuk e ndryshonim. Atë nuk e kam kuptuar kur këtë, sepse nuk ishim dhe kohë të mendonim shumë se ç'ndodh në institucionet e tjera. Ajo që na vinte keq ishte që kishte shumë qytetarë që vinin edhe natyrisht ne nuk mund t'i gjenim. Pse nuk mund t'i gjenim? Jugu i Shqipërisë ka zona të tëra që nuk janë të mbuluara me dokumenta të para 44-s. E kuptoj. Sepse ka ndodhur fatkeqësi natyrore dhe lufta. Janë djegur, janë përmbytur. Megjithatë ato pak që kanë shpëtuar janë grumbulluar pranë arkivave. Ajo pjesa tjetër pastaj e noterëve. U zbulua që noterët, që u bën noter privat, pa prit mas dolën noter privat, kishin punuar pranë gjykatave si noter për një akt, për shembull diplomën time kur të shkoja gjykundi, ma natorizon bënte ky noteri. Këta noter përvetësuan noterit e vjetra të noterëve që nuk jetonin më. Këto noteri, ata nuk kishin të drejtë të jepnin njësi me originalin, edhe se janë noter, sepse nuk ishin kriju stati dokumenti. Po, dhe këtë ndërkohë e bënin. Ata e bënin këtë, dhe këtë duhet ta bënte arkivi dhënien. Atëherë, nga 95-a, kur morën për herë të parë noterinë e Tiranës, Jon Mustafajin e famshëm, Muharrem Vilën, Aliqi është një grua, një Agalliu, do të thënë disa noterë që kanë punuar në Tiranë, vumre që mungonin, po themi, regjistra notarial të viteve kur ka filluar transformimi i Tiranës si kryeqytet. Mungonin. Kishin humbur, ishin djegur, ne nuk kishim gjë. Ishin marrë ndoshta? Marrë ndoshta nuk them se janë marrë, sepse po ti kesh marrë nuk i përdor dot më dhe nuk të duan. Nuk janë gjëra. Megjithatë, në 2007-ën, unë personalisht këmbgula, kishim shumë vite që këmbgulnim, ti mblidhnim nga gjithë rrethet. Kishte rrethe që nuk ishin, sepse një listë Manol Konomi, duket ka qenë ministri i drejtësisë në fillim, i cili ka urdhëruar bërjen e një bilanci sa arkiva kemi të gjykatave, noterive dhe hipotekave. Dhe ne kemi atë listë. Ka shumë qytete që nuk kanë, ju kanë humbur. Për shembull Durrësi nuk i ka që nga fillimi, domethënë, i periudhës mbas lufte. Në vitin 2007 arritëm një marrëveshje me dhomën kombëtare të noterëve, Ministrinë e Drejtësisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave për të grumbulluar kudo që t'i gjenim. U gjetën në Tiranë, të tjera, prap i morëm,
nuk është e gjitha komplet, u gjetën në Vlorë, u gjetën në Kavaj dhe në gjykata gjithmonë. Këto të tjerat ishin të noterët. Nga Kavaja na erdhi si një farmaci, sikur i kishte mbajtur në farmaci. Arkivisti i gjykatës, nuk ja di as emrin atij burri, Perfekt, domethënë. nuk di të them sa bukur i kishte mbajtur. Korça na i solli, jo të mirë të mbajtura, po ishin të rregullta, refuzuan Elbasani, gjykatat se ishin ata që i kishin. Shërbimi që është bërë nga institucioni Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave ka qenë një shërbim që ndihmonte qytetarin, po ndihmonte edhe shtetin. Në filozofin apo në kodin deontologjik të arkivistit është që çfarë ke shërbeje në kohën minimalisht më të shkurtër. Ne kuptoj. Dhe në këto kushte ne u vum i gjithë personeli në shërbim të nxjerrjes të dhënave për pronat nga gjithë. Pse? Sepse deri në vitin 90, tash të lutem, askush nuk mendonte që do ta merrte prap pronën.